Tashme, çdo gjë kishte marrë fund. E kishte ndier këtë në takimin e fundit, te kafeneja afër parkut, me drur të shkurtër e të lagur me shi pranvere. Ndonë se ajo i kishte premtuar se do të shijeshin prap, thellë në vete një pikë helmja kishte piskuar ndërgjegjën. Nuk do të shijeshin më. Ajo iku, ndonë se gjatë 3 vjetëve të fundit, trupi i saj ishte lëngëzuar në gojën e tij. Një porosi i kishte ardhur në telefon, 3 ditë pas takimit, 5 fjalë, nuk mund të shihemi më. Me ndonjë kombinim tjetër, këto fjalë do të mund të kuptonin tjetër gjë, por ja që ishin renditur ashtu. Pra, ishin krejt të qarta. Ishte munduar ta kontaktonte, por këtë. Krenaria e tij ishte poshtë, shumë poshtë. Rrinte shtrirë në krevat, lekësht, i keputur, me një gotë të zbrazët në dorë, të terur, po si goja e ujkur të balsamosur. Koka e të cilit ishte ngjitur në murin e hollit të shtëpisë dimrore, ku kishin kaluar pushimet e dimrit në Bjeshk. Aty filloi qarja e parë. Ajo filloi të pëlqente e meshkujt e tjerë. Te kafeneja e parkut, në takimin e fundit, disa muaj pas qarjes së parë, ajo i tregoi se kishte fjetur me një tjetër. Pra, me këtë tratuar, i tha ai, por ju me tërbim. Tratohet shteti, kumbi, por jo burri apo gruaja, as me pak dashnorja apo dashnorja. Ja kishte kthyer ajo me shprehje sarkastike buzësh. Pasi krenaria e tij ishte poshtë, kurse dashuria tepër lart, ai nuk i tha asgjë të keqe. Nuk ja futi shpull, nuk u ngrite ekte, veprime këto që priten, por madje i lëshoi si pasojë disa copra fjalësh shumë të pështirosura. Çka do të bëhet me neve? Syti mbante vetëm pakës të hapur, dhe, ashtu shtrirë si qeshte, me kokën të vendosur pjertas mbi një jastëk të papërshtatshëm për gjumë, e shikonte një gurgullim ujvare në televizion. Lëngu i syve përzihej me gurgullimen e mbytur e të largët. Një hije femre ju shtihue mes tërkalave të ujit. Ishte ajo. Zgjati duart për ta prekur, por ishte larg. Ju shfaq prap, këtë herë me qartë, e zhveshur krejt. Ndonë se lëkura nuk i shihe e lakuriqër. Lëkura ishte ngjyrosur dhe kështu krijonte përshtypjen e një rrobe laramone e të ngjitur fort për trupi. Një vrushkull ujë mbërrini me shpejtësi dhe një pjesë ngjyre e lau, e zhduku, dhe bashkë me të edhe një pjesë trupi. Pas pak arriti edhe një vrushkull tjetër, më i madh, dhe shlev edhe një pjesë të ngjyrës, edhe një pjesë të trupit. Tjetri vrushkull e goditi për kokë edhe ja zhduku ngjyrat në ujin e çmendur, duke ja marrë asaj edhe buzëqeshjen e fillimeve të lidhjes së tyre. Ajo mundua ta shpëtonte bile buzëqeshjen. Mori torr përpara, hasi në një pengesë, gota ra për dyshemeje, ngriti duart dhe u dha këmbëve, por ato e tratuan dhe ra pingol e me fytyrë për cepin e tavolinës që qëndronte mes tij dhe televizorit, e i bëri hundet krejt gjak.